jete. Mrena një qersulli kështu, kjo unë menoj që kjo me këdo kohën e vetë, derisa gjërat stabilizohen dhe të bitë. Tash, brezi jonë nuk ka kohë me i prita të gjë, dhe kjo është e vërtet. Edhe kjo është një e vërtet shumë e madhe. Por nuk vijet të kjo kultura që po flet Arlindi, pa i ofru njerëzve këto shërbimet bazike, cilat ofrimi i shërbimeve bazike të shoqërinë tonë menoj që është pak problem më i madh se sa që viç politika. A do më alosh vetëm një koment? Domethënë, se sa viç politika. Patjetër, Erlin, pa. Ta jap edhe një detaj të vogël dhe besoj që kemi më kuptuar drejt. Tash diferencën e bëjnë edhe njerëzit. Kur në 99 Kosova ka dalë për një lufte, ku gjithçka ka qenë shkatruar. Por nëse sot shkon në Kosovë dhe fshati më i largët e ka rrugën si në Zvicër. A di arsyeën pse? Sepse kur vinë zgjedhjet, fshatarët bëhen bashkë dhe pavarësisht dallimeve që kanë, shantazhojnë politikët. Si e shantazhojnë? I thonë, nëse ju nuk ma bëni rrugën, unë me shku në fshatin tim të origjinës, asfalti ka shku deri ku i kemi pas tonët përpara. Edhe thot, nuk ta ja votën. Organizohen fshatarët me zvete, janë ata që bëjnë presion. Kjo është arsye pse në Kosovë fshatrat e kanë rrugët si Zvicër, kanë shkollat mira, kanë qendra shëndetësore, kanë gjëra. Është pak edhe te qytetarin. Shqipëri, këtu, domin që e ka bo Enver Hoxha me ato revolucionet kulturore, do duan disa breza këtu me u te kalu. Nuk është që shqiptarët e Shqipërisë janë më pak të ditur se shqiptarët e Kosovës. Ta kemi qartë atë gjë. Por është pak edhe një problem... Mentaliteti. Jo, është ADN-ja politike e njerëzve. Këtu ekziston ideja frikës nga shteti, ideja përgjimit, flas me njerëz telefon, mos flasim telefon, thuj se s'kan bot punë shërbimet. Kjo është krijuar tani së fundmi nga spaku a nga çfarë? S'kan bot, kanë problem, s'kan punë tjetër shërbimet dhe me përgjuhë dike, pavarësisht që fizikisht është e pamundur. Apo trashëgimi e komunizmit, e ke fjalën se trashëgimi. Ka kjo, domethënë, mja pas frikën shtetit, gjëra. Se diku na spiononin edhe komshinët edhe familjarët. Ky problem në Shqipëri do pak fiqërim më të thellë se sa bim politikanëve. Unë e kam këtë teori, Erlin. Vetëm ta shtoj që ki koment. Dolëm aty, ku po thëve pak më herët, që thot duen forca shoqërore që i kundërvijen kësaj strukture. Po, ajo që ti the pak më herët, duket e thjesht. Duket që shtetit funksionojnë atë nivelin bazë. Që dhe shtetit funksionon nivelin bazë, shërbimet për disme të qytetarët, ne kemi zgjidhur problem shumë madh. Po, kjo gjë kaq e thjesht, në një sistem kaq korruptuar, patrimonialist, klientelist në Shqipëria, është shumë e vështirë për tu realizuar, po të marrë këtë vjerë arsyetimi. Partia Socialiste, që është partia në pushtet, si ka siguruar herën e fundit 52% votave? Ca i ka blerë, sigurisht. Ca nga mbështetja oligarkëve me para e kështu me radhë. Ca për nostalgji. Po një pjesë të mirë votave e siguron përmes një strukture të punësimeve partijake, të kthimit në punësit në patronazhisë, që i kërkon votat e 30, 50, 100 vetëve, dhe pastaj, pasi ai ti siguron këto vota, ti nga që ja do shërbimin këtij edhe mbas 4 vjetësh, e lejon të bëj atë korrupsion në vogël. Pra ai që bën atë korrupsion në vogël nuk është, si thuar, disfunksional për sistemin politik. Është pjesë organike e atij sistemi politik. Prandaj them që përgjegjësia shkon lart në politikë, sepse janë këta njerëz që në këtë strukturë të krijuar sigurojnë vota për partinë pushtet. Nëse këtu ndrohet partia, largohet edhe sanitarja. Qofse ndrohet partia me të njëjtën mënyrë të vjetër, problemet riprovohen. Qofse ndrohet me një mënyrë të re, problemet nuk riprovohen. Prit, se kam një pyetje pasaj tjetër. Ta dëgjoj Lirën. Te shërbimet. Është rreth vicioz. Nuk mund të kesh shërbime më të mira nëse ke korrupsion, sepse korrupsioni pengon shërbimet më të mira. Pra s'ke ilaçe sepse ke korrupsion. Se ndryshe do t'i kishte ilaçe. Edhe rrugë. S'ke rrugë sepse ke korrupsion, e ke parasysh besohet Barcaletën që shefat të urën aty është me dy kursi. Nuk janë të barazvleshme. Po tash, domethënë, është po flasim praktikisht, jo në teori. Pra është një rreth vicioz, secili krijon tjetrin. Pra një problem krijon tjetrin. Është një rreth vicioz. Nga ana tjetër, tek pjesa e dënimit, duke qenë se unë jam e fushës ligjit, ka 2 mënyra për ta zgjidhur një problem. Një është me ligje shumë të forta dhe dyta është me duke krijuar kulturën e zbatimit të ligjeve edhe boshtin e vlerave, siç thash pak më përpara. Tani,
neve kemi këtë tendencën që të forcojmë ligjet e tjerë me idenë e ligjit suedez, ta forcojmë ligjin sa më shumë. Për mendimin tim, unë kam qenë një nga njerëzit që e ka kundërshtuar shumë atë kod, por për mendimin tim, dënimet e larta të korrupsionit janë të rëndësishme për ta parandaluar nëse ligji zbatohet. Dhe ligji zbatohet nëse ne nuk e normalizojmë të keqen, në këtë rast korrupsionin, dhe dy, nëse nuk e përgjithsojmë. Pse? Sepse normalizimi shkatron modelin e mirë, pra nëse ti ke një tufë me barra të këqija për ta bërë pak më thjeshtë, dhe ke një lule aty në mes barrave të këqija, ti thua, gjithë të barrat të këqija, me që janë shumë, e këpuzim me këtë lulen, edhe të normalizohet situata. Dhe nga ana tjetër, përgjithësimi, që është një problem shumë i madh që ne kemi në Shqipëri, gjithë politikanët janë të këqinj, gjithë gazetarët janë kështu, gjithë, nuk e di, gratë janë kështu, gjithë burrat janë kështu, përgjithësimi gjithmonë mbështet të keqen, pra fuqizon të keqen. Pse? Sepse mund të jenë pak ata të cilët e bëjnë diferencën, në këtë rast nuk janë të lidhur me korrupsionin, nuk duan të jenë korruptuar. Kanë zgjedhur një model jetese në bazë të një boshti vleras me zgjedhje. Edhe në Shqipëri ku ju thuhet që ju nuk na dilni dot. Ja ku jemi, ja kemi dalë, shumë mirë jemi, nuk po na gjen gjë. Dhe ky legjitimim që ne i bëjmë së keqes është një problematik që na e çon ciklin dhe rrethin vicioz, pikërisht e mungesa e parandalimit, sepse nëse ne e legjitimojmë, themi gjithë kështu bëjnë, edhe ata që do vinë kështu do bëjmë, dhe ne e përgjithsojmë dhe i paragjykojmë edhe ata që do vinë nesër ose që duan të vinë nesër, atëherë çfarë kulture krijojmë? Krijojmë ciklin vicioz që këtu asgjë nuk zgjidhet. Tani, nëse po e pranojmë, le të themi që e kemi këtë kulturën e korrupsionit ose korrupsioni është kulturë, atëherë ndryshimi vjen nga lart, vjen nga poshtë? Nuk është kulturë. Nëse. Atëherë korrupsioni vjen nga koka, sepse e tham në definicion, korrupsioni është përdorimi i atij që ka pushtet për një përfitim personal. Në momentin që ky korrupsion vjen nga politika, ti duhet ta adresosh aty. Dhe politika në të gjithë, në tërësinë e vet, pra jo vetëm politikani, lideri X e individi Y, politika në tërësinë e vet, pra pushteti në tërësinë e vet, duhet të adresoj këtë problematik. Nuk e kanë njerëzit problemin në qoftë se ti u bllokon shërbimin. Ti nuk mund ta normalizosh dhe të thuash që të gjithë kështu e bëjnë sepse ne ndryshe se marrim shërbimin. Okej? Është politika, duhet të adresohet në kokë problemi dhe më pas pra do gjej një zgjidhje i qytetarit. Modeli zbret shkallë, nga drejtuesit tek zbatuesit. Zbret shkallë modeli. Ne kemi shprehjen e famshme shqiptare, që peshku qelbet nga koka dhe shprehjet e popullit janë gjithmonë shumë të zgjuara dhe populli nga ana tjetër është shumë i zgjuar për të kuptuar diferencat. Tek pjesa e shitjes së votës pasaj, pse shet votën, është një popull i pazgjuar, është një popull i cili është tërësisht i korruptuar, apo është një popull i cili nuk ka shpresë tek asnjë alternativë dhe prandaj shet votën, ky është një diskutim tjetër. Sepse nëse ti i ke provuar disa, t'ja nduhur një lloj, të gjithë të premtojnë të njëjtat gjëra, nuk shef asnjë dritë në fund tunelit, thua, po e marrën këto 50.000 lekëshin tim. Po ai 50.000 lekësh është ajo që tha zoti Manjani. Ai 50.000 lekësh është si ajo shpreha tjetër që të zëm krau krije që të shpëtosh tjetrin. Ne i presim një krah vetes dhe ngelemi pa duar. Këto janë mite, kjo puna 50.000 lekësh është mite janë. Janë vërteta. Por janë njerëz të cilët nuk kanë jo, janë legjenda urbane. Është ti një komplet procesi zgjedhor me drejtu në 50.000 lekë. Nuk po themi që është i gjithi, po që ekziston si fenomen, ekziston. Pra nuk duhet ta përgjigjojmë. Është sofistikuar madje. Po fenomeni duhet trajtuar, nuk duhet përgjigjur se gjithë e shesin votën. Nuk duhet përgjithësuar në asnjë mënyrë. Por është një fenomen që duhet trajtuar. Ideja që si e tha Arlindi, i ka bërë kështu votat, i ka bërë kështu, i ka bërë votat. Është pak, këto janë. Jo, më i ka Ka fenomene këto janë gjëra që dalin nga raportet e Odirit. Do se këtu po supozohet me këso, po operohet me supozime operative, do më thonë kjo është. Nuk është provu ndikimi në rezultatet e zgjedhjeve, është teori tjetër, por që sistemi zgjedhor është korruptuar, Duhet ta pranojmë tani.
Ekzistojnë, janë fenomene që i kemi janë tonët. Nuk diskutohet këtë pjesë. Për nëse i ka marrë 83 mandate, hajt i pas ka vjedh 10. Jo, nuk ka vjedh asgjë. Kemi tendencë të flasim për individe dhe për gjëra. Unë nuk mendoj që njerëzit ja kanë dhënë njerëzit. Ja kanë dhënë votë. Të po them, pra tani në mënyrën si ja ka dhënë, kalkulojnë interesat e veta. Ka disa grupime. Kemi tendencë për të folur për individe, nuk po flasim për individ dhe për një parti specifike apo për një palë zgjedhje specifike. Jo, politika ndërsia, pozicionin elitist, se ti mojti pozicion elitist. Kjo është arsyeja pse kauzat e juaja nuk kanë sukses, se mojnë pozicion elitist. Jo, me pas kauzat e juaja sukses, realiteti do ishte ndryshe. Po, janë pozicion elitiste. Janë pozicion elitiste, nuk rezonon, janë pozicion elitiste. Kjo ka pozicion elitist, Arlindi i ka tezat e shëndosh apo i ka katedrave. Do unë Arlindin unë pajtojmë në 90% gjanat që fletaj. Por thjesht modelin operative ka të katedrave. Se që të bëjtizë Arlindin? Elitiste. Qëtë bëjë Arlindi tjetër? Ajo është problemi tim e zhjith se si e transmeton mesazhin e vetë politik. Arlindit deri para zgjedhjeve. Unë kam problem me mesazhin politik që e paj. Unë thjesht kam problem me mënyrën se si artikulon. Shihen time është e katedrave. Ndërsa Zoja ka qasje elitiste komplet. Po pse elitiste? Ka qasje elitiste komplet. Jo, s'është keq tek elitat dhe populli janë dy gjëra Nishe lidhe me Arlindin, Arlindit dhe shumë të tjerëve si Arlindi, një ditë para zgjedhjeve i thoshin që ju s'keni për të dalë se ky sistem nuk qahet, as i votë s'keni për të marrë, i ka një mandat, janë disa mandate të reja, Jo, Arlindit, nuk qahet sot qahet nesër. Me sukses ja ka dalë nuk është 20 deputet. Ashtu si shtuhet për korrupsionin që nuk keni për t'ja dalë asnjëherë, se Shqipëria është e korruptuar në rrënjë dhe s'keni për t'ja luftuar asnjëherë. Ju që i falni me ujë tër ditën e keni këtë muhabet. Jeni një 7 vjet në Tiranë dhe njëjtët muhabete i keni me gjithë ujët. U kry muhabeti, jo kjo ashtu, jo kështu, kështu. Po di se kam qenë vetë pjesë e komunitetit të ujëve, di se funksionon ajo. Ajo gjë. Absolutisht. Janë disa shoqëri civile, se shoqëria civile oni fallojnë mafien veti. Edhe janë në fillim, po s'dhe 20% që mojnë pozicion dhe tas edhe këta ju ushqejnë, kretë organizatat, kretë ambasadat, është përgjithësim edhe ky. Po edhe ky është përgjithësim. Dhe prapë në përgjithësim në njësoj si ajo që shqiptarët janë e kanë bërë. Është një lloj përgjithësimi. Përgjithësimi legjitimon të keqen. I ri deri në fund. Përgjithësimi legjitimon të keqen, se mund të them dhe unë që gjithë opinionistët janë fusin kohë. Unë jam edhe shok i Belindës, edhe i gjitha këtë rregull, unë flas mirë transparente, këtë kur problemi s'ka. Me këtë duash, po kur ke profesionin duhet flasësh si profesionist. Dhe si profesionist. Si kam qenë në fund flasone, domethënë ç'të problemi, unë jam millet dhe flas. Na takon të mos përgjithsojmë dhe të mos paragjykojmë as një popull të tërë, as një kategori njerëzish, as një kategori profesionistësh. Pohimit tim që shoqëria civile në Ballkan është një lloj mafie në vetvete. Edhe u kryeni mohabet. Të njëjtën perceptim kanë njerëzit për politikanët. Bëjmë një konferencë, diskutojmë, është mohabet i Të njëjtën perceptim kanë për politikanët, të njëjtin perceptim kanë për mediat, nuk mund t'i përgjithsojmë të gjithë, sepse po i përgjithsuam, legjitimojmë të keqen. Shkullim lulen e mirë dhe lëm barin e keq. Ky është problemi. Manja, më the që nuk